Një rrugë me emër shqip e që titullohet Uka. Banja e Runikut është një zonë në këtë fshat, ku kryesisht është e banueshme me njerëz të komunitetit serb, anipse ata tashmë jetojnë në paqen e tyre. Pas zhvillimeve të fundit të vitit 2018, ku ishte paralajmëruar një vizitë e presidentit serb. Në këtë anë është një rrugë me emër shqip e që titullohet Uka, e brenda kësaj lagje jeton vetëm një shtëpi shqiptar, e që ata kanë vendosur që të mos e lëshojnë tokën e tyre, anipse janë të rrethuar me njerëz të komunitetit serb. Duke mos harruar që përgjatë tensioneve të vitit 2018, shqiptarët kishin bllokuar atë pjesë në mënyrë që mos të realizohej ajo vizitë që ishte paralajmëruar. Ndërkohë, në vendin ku jam unë, që ka një asfalt sonë me i hopë kështu kratë, është në realisht rruga thirrët rruga Uka, mirë po vetëm një shtëpi e cila është këtu, është një shqiptari e i cili ka zgjedh me qëndru këtu, i rrethuar me shtëpi të komunitetit serb. Rruga e ngushtë, e pasëruar me një natyrë, mirë po ujrat e zeza që kanë një problem i pasgjellshëm, sepse kur e shohim mendojmë që është duke rrjedhur një ujë varë, mirë po një e tillë nuk është sepse janë të përzira me ujrat e zeza. Çka kuptuam, ose çka ishte thënë edhe pakës më herët, në fakt është që me komunitetin serb, edhe kur ndodhin trazirat në veri, këta banorë kanë zgjedhur paqen. Edhe kur ndodhin protestat, atje ata kurrë nuk e marrin hapin për me shku, atje mirë po me qëndru në për këto shtëpit e tyre, të cilat kanë vendosur me e punu tokën, po që me një farë forme e kanë zgjedhur paqen, e cila po besoj ka qenë zgjidhja më e mirë e tyre. Siç e thash, titullohet rruga Uka, dhe rruga tjetër më njëherë është në gjuhën serbe. Kjo është rruga Uka, e cila është bo specifikisht vetëm për banorin, Lutën, që po e përshëndesin dhe nuk mujti me u prononcu sepse kishte probleme shëndetësore gjithë që po urojmë me i kalu sa më shpejt, për ju lëm vetëm edhe me pak pamje nga kjo pjesë, sepse kemi edhe shumë pjesë tjera ku kemi me u prezentu fshatin Ronik. Edhe kënaqësin edhe ju syrin nga pamjet e ofruara nga Blerën Krasniqi.